kur nuk u votu raporti komisionit, një mend u treke një pafuqi shumicës parlamentare aktuale, edhe me kryetarin e kuvendit, po ajo më herët që ka qenë edhe në vitin 2014, edhe në vitin 2017, në edhim vendosja nuk i ka votu as njërin prej kryetarëve të kuvendit, as zotin Jakub Krasniqi, as zotin Kadri Veseli. Veçanërisht në vitin 2017 u shtregu kur atëherë pani i atëhershëm, koalicioni i PDK, AK dhe Nisma, është vrejt pafuqia politike shumë në publik, kur nuk kanë qenë votat fillimisht për kryetar të kuvendit. Edhe po duket sikur tash pafuqia po vrehet, nuk është diçka që do të me ndodh çdo 4 tetor ose me shku deri në pafuqi, deri në vitrim me shku me këtë 4 tetorësh. Ndoshta do duhet që PDK-ja të gjenden një mënyrë tjetër se si me u qas problemit, edhe me shku me u kry procesin me kryetar të kuvendit, cili do qoftë që do të është kandidati për kryetar të parlamentit, dhe të vrehet të rrjedhë aja falti strikt sipas kushtetutës 15 ditë. Po, na mundemi me pa dhe në kuadër strategjisë partisë, po mendoj Partia Demokratike e Kosovës edhe me shku në zgjedhje, matet kanë tregu që na jemi në farë pozicioni tepër të mirë. Mirë, por na du të me mendu, thash, edhe interesin pak edhe shtetëror, edhe institucional. Pra, kemi një parti politike e cila me arrogancë po mënohet me shty personalitete. Edhe Zoti Kurti ka hyrë në një kurs intensiv të demokracisë, mbi funksionimin e kuvendit, mbi kompromisën një fjalë që kurse ka njoftë, mbi dialogu një fjalë që kurse ka pranu, edhe sloganit e ka pas kundërsoj. Pra, ka dalë dhe çdo ditë ai ka më detyru me mësu disa nocionet të cilat i ka bërbus tash e një kohë të gjatë. Edhe na nuk mundu me kriju si precedentet të rrezikshme ku një personalitet edhe një deputet e cili ka marrë peng qeverin edhe po i manë zaptu me ulsen e qeveris, vjen edhe përmes shantazhet dëshiron të shtyj njerëz edhe personalitete. Pra, nështë rruga më e lehtë që me hiq prej qeveris, që me votu kryetarin e kuvendit, me shku te themelimi i qeveris, dhe atje me dështu, e pastaj me qit prej qeveris përmes votimit të dytë. Dhe jo kështu, se kështu vishë pëmbohet. Nëse bojmë ato, ne pe amnistojmë një njeri i cili përmes rrugës jo demokratike po mënohet me shty njerëz. Unë mendoj që kjo du të më ndalë. Ai njerë për gjithmonë do të me kuptu që nuk mundet me dominu mbi të tjerë nëse nuk i ka numrat. Pra, ato duhet me dalë dikush edhe me zgju nga iluzioni që i ka fitu zgjedhje dhe tash na nuk jem sistem Amerikan. Winner takes all, ku fitu se e merr këtë pushtetin. Na jem di çfarë republike parlamentare jem, ku konsenzusi dialogu është në epicentër. Edhe Zoti Kurti nuk e njeh këto. Letra që ka shu LDK-s është përçmuese. Ftesa kur i ka bo Partisë Demokratike të Kosovës, ne i dim që ai nuk na ka ftu për me dal nga kriza. Ai na ka ftu për mu mundu me kriju, si me thonë, një precedent të ri për me shty emnin e Albulena Agjiut. Pra, edhe për neve si opozit, edhe na jemi pak në hall me ta, se përballë kemi një hilegji që nuk respekton rregulla, edhe është shumë vështirë me gjetë se më thonë modelin e sjelljes ndaj tij, sepse ai është i përgatitur për gjithçka. Mirë po, partit si Partia Demokratike e Kosovës, edhe LDK, edhe AK, edhe Nisma, janë parti që kanë marrë pjesë edhe kanë hise shumë të madhe edhe në lirinë, edhe në pavarësinë, edhe shtet ndërtimin e Kosovës. Edhe unë mendoj që nuk duhet të dorëzohemi kaq lehtë përballë të ndihmeve autokrate të njerëzit, i cili po mundohet me çdo kusht me shty emna, i cili me çdo kusht po mundohet me dominu, edhe i cili çdo ditë kalkulon vetëm për interesin e tij të partisë tij, edhe jo për Republikën e Kosovës. Edhe thirrja me lshu pa opozita është nganjëherë shpesh edhe e kam dëgjuar po thonë mos u bëni me mend të tij. Do të thotë mend të tij të blokadës, të qëndrimit të ngurtë, amnistohen, me demek ati i kanë hije, juve s'ju kanë hije, se jo një parti, se më thonë, ma ndryshe. Po, edhe në herë thash, është koha e fundit ku na duhet me toleru një njeri
i cili tash e 20 vite ka kallëzu që nuk respekton as rregulla as ligje, edhe besoj që tash është momenti i fundit, ai mundet Albolena Agjiun me pru jo 18 herë, po mundet me kalu edhe këtë rekordin që e manë dikush në Amerikë në vitin 1860, po më duket 371 herë është mundu më bo kërë parlamentar edhe në fund është bo. Mundet me thuj rekordin edhe ati, po vot Albolena Agjiu në kuvend në qito rrethana, me qita arrogancë, me qitë qasje të ti, nuk ka me marë.